Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk duhet humbur, jam mesazhi i Marin Memës në shtëpi që mori vëmendjen e të gjithëve. Mbrëmjen e djeshme, moderatorët e Topit surprizuan banorët me një vizitë të shkurtër brenda shtëpisë. Në mesin e bisedave dhe momenteve të ngrohta, veçoi një mesazh i fortë dhe kuptim plot nga Marin Mema. Duke i referuar tensioneve të fundit në rrjet mes Shqipërisë dhe Kosovës pas përplasjes mes Jozit dhe Gjestit, Marin Mema theksoi rëndësinë e unitetit shqiptar. Ai u shpreh: "Për mua bët një gabim të katërt, falenderua të gjithë, por harruat diçka shumë të rëndësishme. Miliona shqiptarë që ju ndjekin dhe ju mbështesin. Gjesti, ti ke një shtëpi në Shqipëri sepse është shtëpia jote, ashtu siç të gjithë ju keni një shtëpi në Kosovë sepse është shtëpia juaj. Asnjëherë nuk duhet të ngatrojmë debatet individuale me atë që përfaqëson kombi ynë. Pavarësisht problemeve personale, ne si shqiptarë jemi një familje e madhe dhe duhet të punojmë gjithmonë për këtë." U shpreh Marin Mema.